Nxitimi dhe rruga. Kur trupi nga gjendja e qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me nxitim konstant A, me kalimin e kohës T, që e shënojmë, ai përshkon një rrugë të cilën e shënojmë me S barazi me 1/2 A herë T në katror. Pra, kjo është formula me të cilën injeksojmë rrugën kur një trup nga gjendja e qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me nxitim konstant A, me kalimin e kohës, ai pra përshkon rrugën të cilën injeksojmë me formulën S barabartë 1/2 A herë T në katror. Të vërtetojmë këtë formulë dhe nëse formula nxjerr njësinë metër, atëherë themi se kjo formulë është mirë dhe mund ta përdorim. 1/2 nuk ka njësi, nga që numrat nuk kanë njësi. Ndërkaq nxitimi i trupit ka njësi ndërkombëtare metër për sekond në katror. Pra, metër për sekond në katror është njësi ndërkombëtare e nxitimit. Herë, njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, ndërkaq koha shohim se është në katror, atëherë edhe sekundi është në katror. Matematikisht të shohim se sekundi në katror me sekundi në katror thjeshtohet dhe mbetet metër. Pra njësia metër, që në fillim thamë se duhet të del kjo njësi nga që është formula e rrugës e njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Në këtë mënyrë vërtetuam se formula S barabartë 1/2 A herë T në katror është shkruar mirë dhe me këtë ne mund të injeksojmë rrugën kur trupi nga gjendja e qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me një nxitim A brenda kohës T. Do të vazhdojmë tani për gjetjen e formulës së rrugës kur trupi ka shpejtësi fillestare. Këtu në pjesën e parë treguam se si mund të injeksohet rruga e trupit i cili nga gjendja e qetësisë fillon të bëjë lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me një nxitim konstant A dhe pas kalimit të kohës T do të përshkruaj një rrugë sipas formulës S barabartë 1/2 A herë T në katror. Këtë formulë e vërtetuam dhe njësia doli metër e që ashtu edhe pritej sepse njësia ndërkombëtare e rrugës është metri e kjo formulë përdoret për njëksimin e rrugës kur trupi bën lëvizje me një nxitim njëtrajtësisht të nxituar dhe nxitimi është konstant. Pra kjo është formula me të cilën injeksohet rruga kur trupi nga gjendja e qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar, ndërkaq në rastin kur trupi fillon të lëvizë me shpejtësi fillestare V0, rruga që përshkon trupi të lëvizja njëtrajtësisht e nxituar injeksohet me këtë formulë. S e barabartë me V0 herë T plus 1/2 A herë T në katror. Pra kjo formulë na ndihmon që të injeksojmë rrugën kur trupi fillon të bëjë një lëvizje me shpejtësi fillestare V0. Pra shpejtësia fillestare
shënohet me V0 dhe në atë rast shkruajmë se formula rrugës është së barabartë V0 herë T plus 1/2 A herë T në katror. Edhe në këtë formulë njësia duhet del metër, sepse edhe këtu është formula e rrugës, por në këtë rast formula e rrugës është për trupin kur ai fillon të bëjë një lëvizje me shpejtësi fillestare V0, prandaj kjo pjesë V0 herë T është shpejtësia fillestare me të cilën trupi nis lëvizjen dhe kur ajo shpejtësi fillestare shumëzohet me kohën jep rrugën. Ndërkaq pjesa e dytë është kur trupi bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me një nxitim konstant dhe me kalimin e kohës i shtohet rrugën të cilën e ka kalu me shpejtësi fillestare. Tani këtë formulë do ta vërtetojmë dhe siç thamë duhet sërish të del njësia metër. Barazimin e vendosëm në klapa sepse tani po e vërtetojmë këtë formulë. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë fillestare është metër për sekond, pavarësisht se çfarë shpejtësie është njësinë ka metër për sekond. Here njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Plus 1/2 nuk ka njësi, ndërkaq njësia ndërkombëtare e nxitimit është metër për sekond në katror, here njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda, e koha në katror, atëherë edhe sekonda është në katror. Tani do të fillojmë me thjeshtimin e njësive, sekond me sekond thjeshtohet, sikurse që thjeshtohet sekond katror me sekond katror, dhe tani kemi metër plus metër që është metër. Pra metër plus metër është metër, dhe doli se njësia ndërkombëtare e kësaj formule është metri, ashtu siç pritej, sepse formula është e rrugës e njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Në këtë mënyrë ne kemi shkruar formulat e rrugës kur trupi fillon të lëviz nga qetësia dhe të bëj lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me një nxitim konstant A dhe pas kalimit të një kohe të caktuar ai llogarit rrugën të cilën e ka përshkruar sipas formulës së barabartë 1/2 A herë T në katror. Dhe në rastin e dytë, kur trupi ka filluar të lëviz me një shpejtësi fillestare, rruga që e përshkon trupi të lëvizja njëtrajtësisht e nxituar njësohet me formulën së barabartë V0 herë T plus 1/2 A herë T në katror. Në të dy rastet, njësia doli se është metër, sepse formula është e rrugës e njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Po nëse parashtrojmë pyetje se si kemi arrit deri te formula së barabartë 1/2 A herë T në katror, atëherë nëse dëshironi të dini përgjigjen e kësaj pyetje, na ndeshni në pjesët në vazhdim ku ne do të sqarojmë hap pas hapi se si arrihet deri te formula së barabartë me 1/2 A herë T në katror. Tani po vazhdojmë me pjesën e tretë të njësisë mësimore nxitimi dhe rruga, ku në pjesën e parë treguam se si njësohet rruga kur trupi nga gjendja e qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me nxitim konstant A brenda kohës T. Dhe ishte formula së barabartë 1/2 A herë T në katror. Këtë formulë edhe vërtetuam dhe njësia doli metër, që dim se njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, ku edhe formula është për njësimin e rrugës, prandaj formula duhet të ketë patjetër njësinë metër. Ndërkaq në pjesën e dytë të njësisë mësimore nxitimi dhe rruga,
treguam formulën me të cilën njëksojmë rrugën kur trupi ka filluar të lëvizë me një shpejtësi fillestare V0 dhe formula ishte S barabart V0 herë T plus 1/2 A herë T në katror. Edhe këtë formule vërtetuam dhe njësia doli se është metër, që tregon se është shkruar mirë, nga se njësia ndërkombëtare e rrugës është metri, e formula është e rrugës që njësia i përgjigjet metër. Por në fund të pjesës së dytë të njësisë nxitimi dhe rruga, parashtruan një pyetje se si kemi arrit deri te formula për njësimin e rrugës S barabart 1/2 A herë T në katror. Do të përpiqemi që hap pas hapi të sqarojmë se si do të arrijmë te formula S barabart me 1/2 A herë T në katror. Do të referohemi disa shembujve. Le të supozojmë se trupi ka lëviz nga pika A në pikën B. Në rastin kur trupi përshkruan distancën nga pika A në pikën B, këtë distancë ne e quajmë rrugë dhe e shënojmë me shkronjën S. Për njëksimin e kësaj rruge, kemi mësuar formulën që është e rrugës e barabartë me prodhimin e shpejtësisë dhe kohës T. Pra, rruga paraqet prodhimin e shpejtësisë dhe kohës T në rastet kur shpejtësia është konstante, dhe kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia duhet të del metër, sepse formula është e rrugës. Prandaj, do të vërtetojmë formulën, njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metri për sekond, herë njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi. Sekundi me sekondin thjeshtohet, dhe shkruajmë njësinë metër që ka mbet, sepse çdo numër i cili pjesëtohet me vetveten është 1, prandaj sekond në sekond është thjeshtu, dhe metër thy për 1 që ka mbetur, çdo numër që pjesëtohet me numrin 1 është vetaj numër, në këtë rast metri pjesëtohet me 1 është metër. Vërtetuam në këtë mënyrë se formula e rrugës ka njësinë metër dhe është shkruar mirë. Prandaj kjo do të jetë formula e parë të cilën ne e vërtetuam dhe po e përdorim në rastin ton për të arritur te formula e njësimit të rrugës S barabart me 1/2 A herë T, kur trupi nga gjendja e qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me nxitim konstant brenda një kohe T. Po kjo formulë vlen në rastet kur trupi ka shpejtësi konstante, e nëse trupi gjatë lëvizjes nuk ka përshkruar rrugën me një shpejtësi konstante, por shpejtësia e tij ka qenë e ndryshueshme për disa pjesë të rrugës. Për shembull, në rastin që e morëm se trupi kalon nga pika A në pikën B, supozojmë se këtë pjesë të rrugës e ka kaluar me një shpejtësi V1, pjesën tjetër të rrugës me një shpejtësi tjetër dhe një pjesë tjetër me shpejtësinë për shembull V3. Në ato raste, trupi themi se nëse shpejtësia V1 nuk ka qenë e barabartë me V2 apo ka qenë e ndryshme me V3, atëherë nuk kemi një shpejtësi konstante të lëvizjes së trupit, por në ato raste duhet të gjejmë shpejtësinë mesatare. E ne kemi mësuar në pjesët e tjera të njësive mësimore se si gjendet shpejtësia mesatare. Në pjesën e 4 të kësaj njësie mësimore, ne po vazhdojmë me futjen e shpejtësisë mesatare në rastin kur trupi ka kaluar nga pozita A në pozitën B, që trupi nuk ka përshkuar këtë rrugë me të njëjtën shpejtësi, por supozojmë se shpejtësitë e tyre kanë qenë të ndryshueshme për pjesë të ndryshme të rrugës. Prandaj, shpejtësia konstante në këtë rast do të zëvendësohet me shpejtësinë
mesatare. Atëherë, formula e parë duhet të pësoj një ndryshim ku në vend të shpejtësisë konstante do të vendosim shpejtësinë mesatare. Prandaj shkruajmë së barabartë me shpejtësinë mesatare vm herë kohën t. Tani këtë formulë do ta përdorim si formulën e dytë në këtë rast dhe do të vërtetojmë sërish formulën sepse njësia e rrugës edhe këtu duhet të dalë metër dhe kjo formulë do të jep njësi metër. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë mesatare është metër për sekond, herë njësia ndërkombëtare e kohës sekond, sekond me sekond thjeshtohet dhe mbetet njësia metër si njësi ndërkombëtare e rrugës që vërteton se edhe kjo formulë është shkruar mirë se në vend të shpejtësisë konstante morëm shpejtësinë mesatare, njësia ka dalë metër që është njësi ndërkombëtare e rrugës dhe përfundojmë se rruga mjekësohet edhe me prodhimin e shpejtësisë mesatare dhe kohës t. Pra shpejtësia mesatare është zëvendësu me shpejtësinë konstante, sepse supozum se trupi nga pozita A në pozitën B nuk do të thotë se ka lëviz me një shpejtësi të njëjtë, pra një shpejtësi konstante, por ka pas disa shpejtësi brenda kalimit të kësaj rruge, prandaj është vendos që të mirret parasysh shpejtësia mesatare e jo shpejtësia konstante, sepse trupi ka pas disa lloj të shpejtësisë. Çka nëse trupi nuk ka pas fare shpejtësi fillestare, por nga qetësia ka fillu të bëjë një lëvizje një trajtësisht të nxituar. Për këtë përgjigje do të vazhdojmë në pjesën e 5 të kësaj njësie mësimore, pra të përgjigjemi se si do të gjejmë rrugën në qoftë se trupi nuk ka pas shpejtësi fillestare, por nga gjendja e qetësisë ka fillu të bëjë lëvizje një trajtësisht të nxituar. Po vazhdojmë me pjesën e 5 të njësisë mësimore, nxitimi dhe rruga, ku akoma jemi në kërkim të formulës së barabartë 1/2 a herë t nënkatror. Kemi arrit në fazën kur trupi mund të mos ketë shpejtësi fillestare gjatë lëvizjes së tij, prandaj duhet të gjejmë formulën nëse trupi nga gjendja e qetësisë bën lëvizje një trajtësisht të nxituar, atëherë shpejtësia mesatare mund të themi se llogaritet me formulën e cila paraqet shumën në mes të shpejtësisë fillestare V0 plus shpejtësisë V1 hyrë për 2. Hyrë për 2 e bën për arsye se janë dy shpejtësi. Pra shpejtësinë mesatare gjejmë si shumë të shpejtësive fillestare dhe shpejtësisë së trupit dhe pjesojmë me 2 sepse janë gjithsejt dy shpejtësi. Dhe nëse thamë se trupin nga gjendja qetësisë bën lëvizje një trajtësisht të nxituar pa shpejtësi fillestare, ku shpejtësia fillestare është 0, atëherë kjo formulë do të shkruhet si 1/2 v apo v të dytat. Pra mund të shkruhet si 1/2 v ose v të dytat. Kështu që kjo do të jetë formula e tretë për shpejtësinë mesatare, kur trupi shpejtësinë fillestare ka 0 dhe në këtë rast formulën e tretë do ta bartim në formulën e dytë, sepse shpejtësia mesatare është në këtë rast 1/2 v, nga se trupi nuk ka fare shpejtësi fillestare. Por në qoftë se shkojmë edhe më tutje, ku do të shkruajmë formulën vijuse, nëse trupit dëshirojmë t'ja gjejmë
nxitimin me të cilin ka lëviz kur dim shpejtësinë dhe kohën, atëherë dim se formula e nxitimit është shpejtësia fye për kohën. Kur të vërtetojmë këtë formulë, njësia duhet të del metër për sekond katror, sepse formula e nxitimit që shkruhet si hertz në mes shpejtësisë dhe kohës do të na jep formulën metër për sekond katror, që është njësi ndërkombëtare e nxitimit. Atëherë përfundojmë se formulën e kemi mirë, për ndryshe formula nuk mund të jetë e shkruar në atë mënyrë. Shpejtësia ka njësin metër për sekond, këtë më tani e dim, e shkruajmë metër për sekond, ndërkaq koha ka njësin sekond. Në këtë rast kemi fituar një thyes të dyfisht, ku kjo vija kryesore e thysës, këtu poshtë do të bëjmë një thyes, sekond fye për 1, nga se çdo numër që pjesëtohet me numrin 1 është vetë ai numër. Tani thyesën e dyfisht e kthejmë në thyes të thjesht, duke shumëzuar t'jashmet me t'jashme, në këtë rast metër herë 1, që është metër, dhe shumëzojmë sekond herë sekond, që është sekond katror. Shohim se dol njësia metër për sekond katror, që është njësi ndërkombëtare e nxitimit. Prandaj këtë formulë do ta përdorim si formulën e katërt që e kemi shkruar mirë. Por nga kjo formulë, si mund të gjejmë formulën e shpejtësisë? Pra, si gjendet formula e shpejtësisë nga formula e nxitimit kur dim kohën për të cilën trupi e ka kryer atë lëvizje? Do të gjejmë formulën e shpejtësisë dhe këtë do ta bëjmë në pjesën vijuese të kësaj njësie mësimore, nxitimi dhe rruga, ku akoma jemi duke kërkuar se si kemi arritë formula së barabartë 1/2 a herë t në katror. Prandaj na ndeshni në pjesën vijuese, ku do të sqarojmë se si arrijmë të formula e shpejtësisë nga formula e nxitimit, që është herci në mes të shpejtësisë dhe kohës, e që e vërtetuam se formula është mirë, nga se me pjesëtimin e njësive të shpejtësisë dhe kohës fituam njësin metër për sekond në katror, që është njësi ndërkombëtare e nxitimit. Tani po vazhdojmë me pjesën e 6 të kësaj njësie mësimore, ku pyetja në pjesën e 5 ishte se si të gjejmë formulën e shpejtësisë kur dim nxitimin dhe kohën. Prandaj, nga formula e nxitimit, që e vërtetuam se paraqet hercin në mes të shpejtësisë dhe kohës, duhet të gjejmë formulën e shpejtësisë së trupit. Atëherë, për të gjetë me çka është e barabartë shpejtësia, shohim se na pengon koha. Koha këtu pjesëson, ne të dyon të barazimit do të shumëzojmë me kohën, se është e kundërta e pjesëtimit të kohës. Pra, nëse mallësia fizike që na pengon kryen veprimin e pjesëtimit, ne veprojmë me të kundërtën e saj, që është shumëzimi. Dhe tani do të shkruajmë nga formula e nxitimit a barazi v fye për t, të dyon të barazimit do të më shumëzu me kohën t. Pra shumëzojmë herë t në anën e djathtë dhe në anën e majtë po ashtu shumëzojmë herë t. Në këtë mënyrë, pra në të dy anët e barazimit kemi shumëzu me kohën t. Tani shohim se koha me kohën të mund të thjeshtohet dhe nga kjo formulë, themi rrjedh, ka mbet shpejtësia v e barabartme në anën tjetër kemi a herë t. Në këtë mënyrë kemi fitu formulën e shpejtësisë nga formula e nxitimit, që dol se është v barabart me a herë t. Se a është kjo formulë mirë apo jo, do ta vërtetojmë e njësia duhet të del metër për sekond, sepse formula është e shpejtësisë. Kur të vërtetojmë këtë formulë, gjejmë njësin e nxitimit dhe shkruajmë që është metër për sekond në katror, herë njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi, sekundi me katror të kujdes, jo sekundi me sekond,
po sekundi me katror, kjo në rregull e matematikës, thjeshtohet dhe mbetet metër për sekond. Metri për sekond, njësi ndërkombëtare e shpejtësisë dhe përfundojmë se kjo formulë është shkruar mirë, prandaj do t'jetë formula e 5 me radhë, të cilin po e përdorim për të arrit të formula e rrugës që është shkruar në fillim të njësisë mësimore së barabart 1/2 a herë t në katror. Tani do të fillojmë që këto formula t'i bartim njëra në tjetrën ashtu si që ne kemi nevojë dhe në pjesën në vijim do të shohim se çka mund të përfitojmë nga formulat të cilat i kemi shënu. Kështu në këtë pjesë po përfundojmë këtu për të vazhduar me zëvendësimin e formulave njëra në tjetrën duke i bartë dhe gjithnjë duke pas parasysh që të arrijmë te formula e rrugës kur nga gjendja e qetësisë trupi bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me një nxitim konstant brenda një kohe të caktuar t. Po vazhdojmë edhe me tutjet e njësia nxitimi dhe rruga, gjithnjë duke pas qëllim që të arrijmë deri te formula e rrugës, që është 1/2 a herë t në katror, që në pjesën e parë të kësaj njësie mësimore e kemi vërtetu, por lindi pyetja se si arrijmë deri te kjo formulë. Deri tani kemi gjetë disa formula të cilat janë të nevojshme që t'i përdorim për të arritur deri te kjo formulë dhe pam që shpejtësia mesatare është 1/2 v herë t, prandaj formulën e dytë do ta shkruajmë në formën e shpejtësisë mesatare që është 1/2 v, kështu që tani themi formulën e tretë do ta bartim në formulën e dytë dhe të shohim se si do të shkruajmë formulën e rrugës, që formula e dytë e rrugës ishte s barabartë me shpejtësia mesatare herë koha t. Kjo ishte formula e dytë, ndërkaq formula e tretë ishte shpejtësia mesatare e barabartë me 1/2 v. Pra kthehemi edhe një herë te formula e tretë, që është 1/2 v apo v të dytat, ndërkaq formula e dytë së barabartë me shpejtësia mesatare herë koha t. Kështu pra, formulën e tretë kur ta bartim me formulën e dytë, do të fitojmë rruga së barabartë me, shkruajmë edhe një herë vm herë t, pra shpejtësia mesatare herë koha t, barazi. Tash në vend të shpejtësisë mesatare shkruajmë 1/2 v apo shkruajmë v të dytat. Pra shkruajmë 1/2 v herë t. Dhe kështu kemi fituar tash formulën e 6 për rrugën, që është s barabartë 1/2 v herë t. Pra s barabartë me 1/2 v herë t. Kjo u arrit për shkak se trupi thamë në qoftë se nuk ka fare shpejtësi fillestare, atëherë do të shkruhet formula 1/2 herë v. Po në qoftë se vazhdojmë tutje ku formulën e 5 në vend të shpejtësisë, pra v barabartë a herë t, do ta sjellim në formulën e 6, kështu pra formulën e 5 themi e sjellim në formulën e 6, ku formula e 5 ishte v barabartë a herë t, që e vërtetuam. Kjo le të jetë e përshkruar formula e 5 si a herë t, ndërkaq formula e 6 që sapo gjetëm pas zëvendësimit të shpejtësisë mesatare, shkruam se është 1/2 v herë t. Kështu thamë që formulën e 5 do ta sjellim në formulën e 6 dhe kemi
formula 5 barabart me 1/2 v herë të barazi 1/2. Në vend të shpejtësisë shkruajmë nxitimin herë kohën të dhe herë të ajo që mbetet këtu. Prandaj kemi fitu tash një formulë që duhet pak ta rregullojmë, s barabart 1/2 a herë të dhe matematikisht nuk do ta lëm në këtë formë, por do ta shkruajmë s barabart me 1/2 a herë të është të në katror. Fitum formulën s barabart 1/2 a herë të në katror, e cila formulë që nga fillimi është shkruar në këtë formë s barabart 1/2 a herë të në katror. Pra, me formulën e 7, ne kemi arrit të gjejmë formulën të cilën e kemi kërkuar që nga pjesa e parë që njësohet me formulën 1/2 a herë të në katror, rruga që trupi nga gjendja qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me një nxitim konstant brenda kalimit të një kohe të caktuar. Dhe kjo formulë s barabart 1/2 a herë të në katror është vërtetuar në pjesën e parë të kësaj njësie mësimore dhe shpresoj se nuk kemi nevojë ta përsërisim edhe një herë se si është vërtetuar formula, por me këtë ne sqaruam se si arrim deri te formula s barabart 1/2 a herë të në katror. Nxitimi dhe rruga, do të zgjidhim tani disa detyra numerike ku kemi arrit që të gjejmë formulën e rrugës te rasti kur trupi nga gjendja e qetësisë bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar dhe me kalimin e kohës trupi përshkron një rrugë sipas formulës 1/2 a herë të në katror, ku po ashtu gjetëm se si arrim deri te kjo formulë dhe pas të gjitha këtyre është e rëndësishme që edhe të fillojmë me zgjidhjen e disa detyrave numerike që kanë të bëjnë me njësimin e rrugës apo të nxitimit. Kështu që detyrën e parë, të cilën do ta zgjidhim, ka këtë tekst: trupi bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar dhe pas kohës prej 10 sekondave ka arrit shpejtësinë prej 40 metrave për sekond. Kërkohet sa është nxitimi i trupit dhe nën B të njësohet rruga të cilën e ka përshkruar trupi. Tani do të nxjerrim të dhenat për zgjidhjen e kësaj detyre, ku të dhenat i marrim nga teksti të cilin sapo e lexuam dhe tham: trupi bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar dhe pas kohës të barazi me 10 sekonda, shkruajmë koha të barazi 10 sekonda, ka shpejtësinë 40 metra për sekond. Shkruajmë shpejtësinë 40 metra për sekond dhe kërkohet të gjejmë nxitimin e këtij trupi, që nxitimin e shënojmë me A, barazi pikpyetje, sepse kërkohet të njësohet, dhe nën B thot të njësohet rruga S, e cila arrihet pasi të llogaritet nxitimi. Pra rruga të njësohet që e ka përshkruar trupi dhe kemi të llogaritëm pra nxitimin dhe rrugën. Formulat me të cilat do të llogaritëm nxitimin dhe rrugën
i kemi gjetë në pjesët e sqaruara të kjo njësi mësimore, prandaj shpresoj se ju tani me lehtësi mund të arrini të llogaritni nxitimin dhe rrugën. Do të vazhdojmë me zgjidhjen e detyrës, të cilën ne shpresojmë se ju pa vështirësi keni arritur që ta gjeni nxitimin e trupit. Kemi të dhënat kohën 10 sekonda dhe shpejtësinë të cilën e ka arrit trupi ka qenë 40 metra për sekond. Në fillim, si zakonisht, të dhënat do t'i vërtetojmë ai kemi në njësi ndërkombëtare. Koha njësi ndërkombëtare ka sekondin dhe është dhënë në sekond, prandaj themi është mirë. Shpejtësia njësi ndërkombëtare ka metrin për sekond dhe ashtu është dhënë në metra për sekond, kështu që nuk kemi nevojë as kohën as shpejtësinë të shndrojmë nga ndonjë shumëfish në njësi ndërkombëtare, por drejt për së drejti i përdorëm nga se janë dhënë në njësi të veta ndërkombëtare. Në fillim do të njeksojmë nxitimin e trupit që e ka arrit për 10 sekonda nëse shpejtësia ka qenë 40 metra për sekond. Formula me të cilën njeksohet nxitimi kur dihet shpejtësia dhe koha është v hyn për t. Do të vërtetojmë formulën para se ta përdorim. Njësia, siç kemi thënë, duhet të dalë metër për sekond në 4 orë. Njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond, ndërkaq njësia e kohës është sekundi. Kjo është një thyesë dyfisht që sekond fy për ne e bëjmë thyes, nga se nuk ndryshon hersi, sekond fy për ne o sekond, dhe tani thyesën e dyfisht do ta kthejmë në thyes të thjesht, duke shumëzuar metër herë një metër dhe sekond herë sekond, sekond 4 orë. Me qenë se formula është vërtetu se është mirë nga se metër për sekond 4 orë është njësia nxitimit, ne këtë formulë do ta përdorim që të njeksojmë nxitimin e trupit kur dim shpejtësinë dhe kohën. Shpejtësia ishte 40 metra për sekond, ndërkaq koha 10 sekonda. Tani, një 0 me një 0 mund të thjeshtojmë, e 4 thy për 1 është 4, ndërkaq metër thy për sekond, si që pam me lartë është metër për sekond në 4 orë. Pra, nxitimi me të cilin do të lëviz trupi, i cili bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar dhe gjatë kohës prej 10 sekondave kalon shpejtësi 40 metra për sekond, nxitimi i tij qenë ka 4 metra për sekond 4 orë. Kjo është zgjidhja e detyrës e parashtruar në pjesën nën A, ku kërkohet të llogaritet nxitimi i trupit kur dihet koha dhe shpejtësia. Dhe shpresojmë se ju keni arrit këtë pa vështirësi ta zgjidhni këtë detyrë dhe të arrini në rezultatin 4 metra për sekond, që është vlera e nxitimit të trupit kur ai lëviz me një shpejtësi 40 metra për sekond brenda një kohe prej 10 sekondave. Te detyra numerike për nxitimin dhe rrugën, në pjesën e dytë të kësaj videoje llogaritëm sa është nxitimi i trupit. Ndërkaq tash në pjesën nën B kemi të njeksojmë rrugën të cilën e ka përshkruar trupi, në qovë se ai ka bërë një lëvizje njëtrajtësisht të nxituar dhe pas kohës të prej 10 sekondave ka arrit shpejtësinë prej 40 metrave për sekond. Të dhënat të cilat janë nxjerrë në pjesën e parë të kësaj detyre ishin koha 10 sekonda, shpejtësia 40 metra për sekond, që thamë se i vërtetojmë sa janë të dhëna një njësi ndërkombëtare, koha në sekonda është njësi ndërkombëtare dhe shpejtësia në metra për sekond që po ashtu është njësi ndërkombëtare, prandaj nuk ishte e nevojshme që ato të shndrohen
nga ndonjë njësi jo ndërkombëtare në ndërkombëtare. Në pjesën e dytë, llogaritëm nxitimin e trupit nga formula shpejtësia thyr për kohën, ku hersi në mes të shpejtësisë dhe kohës jep nxitimin, e patëm vërtetuar se njësia doli metër për sekond katror, dhe atë formulë e përdorëm dhe fituam rezultatin 4 metra për sekond katror. E tani do të njeksojmë rrugën në rastin kur trupi kalon nga gjendja e qetësisë duke bërë një lëvizje njëtrajtësisht të nxituar me nxitim konstant A dhe pas një kohë të caktuar ai do të përshkruajë një rrugë e cila njeksohet me formulën S barabartë me 1/2 A herë T në katror. Këtë formulë e kemi vërtetuar te njësia mësimore nxitimi dhe rruga, por mund ta vërtetojmë sërish dhe njësia duhet të del metër nga se është formula e rrugës, e rruga për njësinë ndërkombëtare ka metrin. Nxitimi i trupit ka njësinë metër për sekond në katror, herë koha njësinë ka sekond, po me qenë se koha në katror, atëherë edhe sekundi është në katror. Sekond katror me sekond katror thjeshtohet dhe mbetet metër që është njësinë ndërkombëtare e rrugës. Tani formulën e rrugës përpos që mund ta shkruajmë si 1/2 A herë T në katror, matematikisht mund ta shkruajmë edhe si A herë T në katror fyer për D. Pra kjo është njëjtë si të shkruajmë 1/2 A herë T në katror, si të shkruajmë A herë T në katror fyer për D. Në qoftë se vazhdojmë këtu, formulën e kemi të vërtetuar. Nxitimi i trupit nuk është dhënë në fillim, por treguam se e njeksuam në pjesën e detyrës në A, që doli sa është 4 metra për sekond katror, andaj këtu shkruajmë 4 metra për sekond në katror, herë kohën e kemi 10 sekonda, por koha në katror, atëherë krejt kjo 10 sekonda shtihet në klapa në katror, fyer për D. Për njohësit e matematikës, kjo mund të punohet në mënyra të ndryshme. Këtu shohim se 4-shin mund ta thjeshtojmë me D, se 4 pjesëtuar me D është D, dhe të lirohemi me njëherë nga thyesa, prandaj ta shkruajmë D. Tani njësinë e shkruajmë metër për sekond katror, herë 10-shin në katror është 100, sekundi në katror, sekond në katror. Sekondin katror me sekondin katror thjeshtohet, 2 herë 100 është 200 dhe njësia metër. Pra 200 metra i ka kalu trupi në qoftë se ai ka lëviz me një shpejtësi të cilën është dhënë në fillim 40 metra për sekond dhe për kohën prej 10 sekondave sa ka zgjatë lëvizja për të kaluar trupi nga pozita A në pozitën B, ku pra ka qenë koha 10 sekonda e shpejtësia 40 metra për sekond. Në fillim në pjesën në A, njeksuam nxitimin që doli rezultati 4 metra për sekond në katror, të cilën e njeksuam këtu. Ndërkaq, tash në pjesën nën B, gjetëm se rruga është 200 metra. Ky është rezultati i detyrës, të cilën e patëm dhënë si trupi bën lëvizje njëtrajtësisht të nxituar dhe pas kohës prej 10 sekondave ka shpejtësinë 40 metra për sekond, kërkohej sa është nxitimi i trupit dhe të njeksohet rruga të cilën e ka përshkruar trupi. Shpresoj se po kështu ju keni arrit ta zgjidhni detyrën në këtë mënyrë, duke fituar rezultatet të cilat bashkërisht i gjetëm me njeksimin e nxitimit dhe të rrugës.